Miq të nderuar, edhe më tej po shoqëroni bashkë me neve me programin e pasditës. Do thotë 97.6 FM pra frekuencat e zakonshme, të cilat mund t'i ndiqni në radio, në shtëpi, në vendet e punës dhe nëpër makina, por gjithashtu duke mos harruar edhe TikTokun, ku mund të na bëni like, share dhe follow programin ton. Në një kohë kur nevojat e fëmijëve me nevojat veçanta, apo siç i themi e kemi merek në të themi gazetarët me aftësi të kufizuara, edhe pse besoj se profesorin e kemi këtu dhe do të na rregulloj këtë punë, ama mirë të themi nevojat veçanta apo aftësi të kufizuara, kërkojnë më shumë vëmendje, ndjeshmëri dhe përkushtim profesional, është frymëzuese të takosh njerëz që kanë vendosur të përkushtojnë plotësisht kësaj kauze fisnike. Mysafiri ynë i sotëm është një ndër ata profesionistë që jo vetëm që punon çdo ditë me fëmijët me nevojat veçanta, por ka krijuar edhe një hapësirë të sigurt për ta, një vend ku ndihma nuk jepet vetëm përmes fjalëve, por edhe përmes zemrës. Ai është defektolog, magjistër i vështirësive në mësim, këshillues në art terapi dhe psikoterapi pozitive dhe mbi të gjitha themelues dhe drejtori i shoqatës për edukim special Vlera në Kumanov. Një organizatë që po bën një ndryshim të vërtetë në jetën e shumë fëmijëve dhe familjeve të tyre. Një herësh është edhe profesor, koleg e kam. Kemi kënaqësinë sot që të kemi në studion tonë zotëri Berat Durakun, defektolog. Profesor, mirë se vini. Mirë se u gjeta, kënaqësia është e imja. Mirë se na erdhët, profesor. Mirë se na erdhët. Sot do të kemi për çfarë të bisedojmë, sepse është një temë mjaft e ndjeshme, edhe pse duket se kjo çështja e fëmijëve me nevojat veçanta, si datë caktuar ishte më herët, mirë po ja që arritëm ne, por jo ishte Ramazani, jo shumë sene tjera, gjëra tjera arritëm që ne sadopak t'ju sigurojmë juve që të vini, sepse dhe ju keni hallet të dertet e juaja. Më e rëndësishme është për shembull angazhimi atje se sa të shpesh të vini këtu, mirë po e pam të udhës dhe të arsyeshme që t'ju kemi në emision për shkak të rëndësisë dhe vlerës që ka do të thotë kjo problematikë të shumë familje. Si lindi pra dashuria juaj për këtë profesion, kaq të veçantë dhe sfidues siç është defektologjia, sepse është një shkencë që disa ende nuk dinë as si ta definojnë. Është e vërtetë kjo? Realisht në periudhën e fundit, mund të them gati 5 vitet e fundit, vetëm ka filluar domethënë të njihet edhe në pjesët tona, në Likov dhe Kumanov, defektologjia apo më mirë të themi edukimi special dhe rehabilitimi. Shumë mirë e potencuat edhe ju në fillim, se sado që të flasmi, pak kemi thënë në këtë aspekt. Pasi që është një... Ma shumë duhet veprohet në këtë drejtim. Fiks. Pasi që është një temë shumë e rëndësishme dhe shumë e nevojshme për këta persona. Po një punë jashtëzakonisht të madhe, jeni duke bërë edhe ju, domethënë mediat, për arsye se shumë prind dhe shumë fëmijë fal juve tash kanë marrë informacionin e duhur në vendin e duhur dhe për ta marrë tretmanin dhe terapinë e duhur. Ideja si zakonisht në fillim është ajo pjesa ku edhe unë si çdo maturant ka qenë ai udhkriçi ku duhet të marrë një hap të rëndësishëm në jetë. Shumë herë e potencojnë edhe shumë psikolog të famshëm, si për shembull Freudi, Piaget-ja e kështu me radhë, ku thotë 5 minutë i profesionit është 5 minutë i rëndësishëm dhe i shenjtë. Edhe në këtë 5 minutë unë vendosa, pasi që realisht edhe unë jam, domethënë, mos themi prekur, po kam mundësinë të kem person me nevoja të posaçme ose të veçanta në rreth, aty ku jetoj, edhe e kam pa të nevojshëm dhe të rrugës se është mirë dhe është e nevojshme të shkojmë të studiojmë edhe pjesa jonë, domethënë e komunës Likovës dhe Kumanovës, një drejtim siç është defektologjia, për arsye se ju e dini shumë më mirë se unë profesor se para disa viteve disa tema kanë qenë tabu temë veçanërisht në këtë sferë, por me vizitët tona në vendet të ndryshme dhe atë akumulimin e njohurive të cilët e kena marrë nga vendet të ndryshme dhe organizimin e shumë seminareve të cilët po e mbajmë tash, kemi arrit ta bojmë temë të rëndësishme. Profesor, kështu, në për shkolla ne kemi fëmijë me nevojat veçanta.
qofshim në ata me autizëm, me disfazi, me disleksi e shumë raste. Na e ballafaqojmë çdo ditë i kemi nëpër klasë të fëmijë për shkak se tashmë inkluzioni është edhe nuk i le ata jashtë shoqërisë apo jashtë klasës, po përkundrazi janë të inkuadruar njëjtë sikurse me gjithë nxënësit tjerë. Do thotë duke luftuar në këtë mënyrë diskriminimin. Por njashtu edhe si medium duhet ta dërgojmë mesazhin për edukimin mediatik të masës të popullatës që mos t'i fshehin këto gjëra që i kanë për shembull nëpër shtëpi. Se ka dikush ndoshta e ndjen veten shumë keq edhe nuk e ekspozon fëmijën e tij jashtë, ose nuk e dërgon te defektologu, ose nuk e dërgon për shembull te psikologu apo te ato institucionet, qëllimisht që të ecaj te para për shkak të bullizimit, për shkak të ndjenjes të thojza të fajit, kinse çka po nuk kemi ne faj as për të thirrë tabut për këta fëmijë të cilët lindin. Ato fëmijë janë bilim më të mirët. Shkurt, unë shpesh çdo ditë ballafaqohem gati me ta dhe çdo ditë komunikoj me ta. Nëse i qasës në mënyrën më të bukur, ata nuk janë më të dashurit fëmijë që ekzistojnë. Interesant. Nuk e di ndoshta ti çdo ditë punon me ta, edhe me siguri se e ke një farloj pasqyrimi të tillë. Shumë mirë, tash po e potencoj një thënie të Maria Montessorit ku thotë fëmia nuk është një enë për ta mbushur, po është një burim për ta zbuluar. Po. Edhe jo rastisht e potencova se para 7 viteve, ose më mirë të themi para 8 viteve, qëllimi jon ka qenë në sensibilizimin e shoqërisë dhe në punën me prindërit si ta pranojnë fëmijën. Shumë emisione e kanë potencuar për të gjithë prindërit. Nuk është mirë fëmijën ta shohë si fëmijë me një diagnozë, po duhet ta shohë si një fëmijë me shpresë dhe jo rastisht nga thënjet ose nga ato emërimet shumë barbare, cilët kanë qenë fëmijë me invaliditet, me meta, sakat, tash kanë kalu fëmijë me nevoja të veçanta. Këtu na jep ajo pjesa dhe hapësira të gjithë jemi të veçantë në një pikë të caktuar. Ashtu. Domethënë ik diskriminimit të përgjithshëm. Vetëm se duhet secili person ka një aftësi të veçantë, shumë mirë e potencon edhe Sigmund Freud, ku thotë secili person është më i mirë në një pikë pa mos i përfshin shumë pika. Po. Nëse dim ta kanalizojmë energjinë, ta fokusojmë në një pikë të caktuar, ne nga i fëmijë mund të dale një inxhinier, një mjek e kështu me radhë. Varësisht nga intervenimi në cilën kohë. Si punohet me të. Si punohet me të, shumë mirë e potencuat nga momenti që prindi. Unë shpeshherë kam potencu mbi 75% e zhvillimit, e përparimit të fëmijës është nga i moment i cili e pranon atë formë që është. Edhe fillon zgjidhjen. Na për shpesh edhe na për ligjërata e kam potencu se mbi 75% e plasticitetit trurit, zhvillimit trurit, bëhet deri në moshën 6 vjeçare. Paramendo nëse në këtë moshë ne si prind punojmë ose ne si prind çalojmë për ta izoluar, siç tha edhe Besimi, ajo pjesa e izolimit ne e dim shumë mirë, domethënë puna jeme kryesore dhe shumë e rëndësishme ka qenë si të trokas në zemrën e secilit prind dhe si ta krijoj atë besimin se këta fëmijë e dojnë një edukim të veçantë. Pra duke hapur shoqatën vlera e cila është aktive, çfarë ju shtiu të ndërmerr një hapin e rëndësishëm për të hapur këtë shoqatë dhe nga mungesa bushllëku që ngjet në këtë sistem apo për ndonjë përvojë personale? Realisht në fillim ka qenë nevojë, shpesh e kam potencu, po ndoshta edhe me 100 herë do ta potencoj, siç thatë edhe ju, nga jo pjesa e bushllëkut ku kanë mungu qendrat gjithëpërfshirëse për këta persona dhe ne e pam të nevojshëm edhe në komunën e Likovës, domethënë të jetë një vend, një derë e cila është e hapur për këta persona. Se me thonë të drejtën, para disa viteve, këta persona është dashur të vizitojnë deri në krye qytet. Për ta marrë domethënë në edukimin e duhur, kurse ne në vitin 2017 e pam të arsyeshme ta hapim shoqatën dhe të bëjmë ftesë deri tek prindërit të vinë ta vizitojnë dhe të shohin suksesin dhe ecurinë
e punës të cilët bëhet në atë vend. Fillimisht duke ja lehtësuar rrugtimin për në qytet, si thatë pak më herët. Profesor, ju tashmë funksiononi në kuadër të shoqatës Vlera, por gjithashtu edhe funksiononi si profesor. Nuk e di tash në shkollën e mesme, në shkollat e mesme si është, mirë po gjithë ata fëmijë të cilët janë me nevoja të veçanta, ata zakonisht ecin përpara në arsimim dhe shkojnë edhe në shkollat e mesme. Për shembull, ne kemi në shkollë fillore dhe jemi bindur se ata do të vazhdojnë edhe në shkollët mesme. Mirë po, cili është për shembull misioni kryesor i shoqatës Vlera dhe si është strukturuar ajo në përditshmërinë e saj? Për shembull, keni ndonjë strukturë, shkurt si funksionon? Realisht funksionon nga një ekip multidisciplinar, i cili përbohet nga psikolog, defektolog, logoped dhe psikoterapist. Shumë mirë potencuat se pas fillorës ku do të përfundojnë ata fëmijë. Realisht unë punoj dhe veproj gati që 8 vite në gjimnazion Ismet Qashari, edhe aty kemi, domethënë, nxënës me nevoja të veçanta, me vështirësinë në mësim, siç janë vështirësitë në mësim, disleksia, disgrafia, diskalkulia, për ta shpjeguar shkurtimisht pikat shkurta për arsye të ekonomizimit të kohës. Për disleksien, vështirësinë e lexim, disgrafien, vështirësinë e shkrim, diskalkulien, vështirësinë e matematik. Këta fëmijë të cilët vizitojnë shoqatën Vlera, ne kemi një program multidisciplinar i cili përbohet nga disa metoda, nga disa teknika, të cilat i aplikojmë zakonisht të rriturit është psikoterapia pozitive, art terapia, apo terapia e sjelljes, terapia e lojës, PEX terapia e kështu me radhë. Ideja dhe qëllimi jonë është si ta pavarësojnë fëmijën, që ai fëmijë, domethënë nga fillorja, të kaloj në shkollën e mesme dhe të jetë i aftë atë gjërat bazike të arrijë të i përfundon dhe të i kalon ato barriera. Ashtu. Mund të na përshkruani disa nga shërbimet që ofroni për fëmijët dhe familjet e tyre? Siç e thënë edhe më herët, shërbime janë shërbime logopedike, psikologjike, defektologjike dhe psikoterapeutike. Tash 2 vite krijim shërbime edhe për personat e rritur me ankth, stres, depresion, sigurisht duke ndarë në grupe, po. Puna jonë në qendrën tonë bëhet individuale. Definuar. Po, domethënë një terapist, një fëmijë. Tash po du para juve për herë të parë do ta zgjeroni si do ta zgjeroj dhe do ta jap një lajm, domethënë vendosa moment që më ftut thash një sekret po du ta lëm si lloj dhurate. Bravo. Nga viti 2025 tash, nga qershori jemi duke planifikuar të punojmë edhe punën në grupe. Për arsye se di sa ju ka rastisë edhe juve, një numër i madh i fëmijëve nuk dinë si të luajnë. Nuk janë të socializuar në një mënyrë. Mungesa sociale ajo profesor është jashtëzakonisht, po ju ka rastisë edhe juve, nuk është ajo koha ku përmes një mjeti, një futbolli, shumë fëmijë kanë luajt. Kurse tash, nëse një prind i ka 2 fëmijë, ai detirohet i blejë 2 futbolla. Për arsye se nuk ose di makina ose pa marrë parasysh. Tash në periudhën e fundit, më mirë të themi në dekadën e fundit, fëmijët pas pandemisë, mungesa sociale ka depërtuar deri në atë pikë ku ne e kena pa të nevojshëm të rrugës të fillojmë ta mendojmë të punojmë puna në grupe. Po jo vetëm për fëmijët me nevoja të veçanta, por edhe për fëmijët të cilët bëjnë përgatitje për në shkollë, edhe fëmijët të cilët kanë nevojë për pjesën sociale, ku një numër i madh mos të gaboj, por mbi 65% të fëmijëve në periudhën e fundit kanë nevojë në këtë aspekt, në këtë fushë të fokusohen. Jeni i përmendet pak më herët, i certifikuar si këshillues në art terapi dhe psikoterapi pozitive. Si përdorni këto qasje në punën me fëmijët? Ose shkurt, çfarë është art terapia dhe psikoterapia pozitive? Po, realisht me art terapin është një mjet i cili bën identifikimin, zbulimin e personave të cilët edhe të fëmijët, por nuk duhet të harrojmë edhe të rriturit. Kurse te psikoterapia pozitive më shumë punojna me prindërit, me familjen.
për arsye se përmes psikoterapisë pozitive arrismi ta prekmi realitetin, emocionin, pjesën të cilën jo çdo herë thot goja, edhe jo çdo herë thot fjala, po shpesh herë thot edhe emocioni. Kjo do të thonë se ju edukoni edhe prindrit se si të sillen me ata fëmijë, po? Realisht profesor, po, puna jon kryesore është të respektohet trekonshit didaktik. E dini shumë mirë ju. Fëmijë, prind dhe profesor terapist. Po nuk e patëm trekonshin didaktik. Për fat të keq, në periudhën e fundit ju vetë punoni në arsim, kjo trekonshi didaktik mos themi është bërë drejt, ndoshta e kanë prish. Për arsye se fëmijët Maria Montessori shumë mirë e potencon. Fëmia është një sfungjer i cili thith, po shumë ka rëndësi çfarë uji i japmi për ta thith. Shumë ka, domethënë, shumë është e nevojshme dhe e rëndësishme. Këtu domethënë, kurse përmes art terapisë dhe psikoterapisë pozitive, ne e kemi shumë më të lehtë qasjen deri tek prindi dhe fëmia. Do e përshtroj edhe një pyetje, pastaj besim edhe një dy pyetje të tjera i ka. Përmendet pak më herë do thotë se tashmë keni filluar të punoni edhe me fëmijë të cilët kanë do thotë për shembull kanë probleme me anktin, menaxhimin e anktit, kanë probleme me depresionin, kanë probleme domethënë ballvaki edhe me OCT, me shumë probleme tjera. Mirë po, a jeni duke punuar apo i është ofruar për shembull mundësia që punoni me fëmijë të cilët kohën e fundit, nuk e di sa me siguri edhe ju i keni, ne në shkollë fillore po e vrejmë këte, unë personalisht e vrej. Vëmendja e tepruar ndaj mediave, ndaj rrjeteve sociale, pastaj koncentrimi shumë i ullët në mësim. Mu më ka rastir për shembull thamë, nxënësa hap në faqen 90 librit gjeografisë. 5 herë është dash ta përsëriti, edhe 6 herë me shkrujt në dras së zezë për shkak mungesës së koncentrimit. Po mbyllen nga telefonat. Cila faqe ke arsimtar, kupton, domethënë kjo është mungesa. Vëmendja e tepruar diçka tjetër, pastaj është e zvogluar në shkollë. Edhe prandaj nga telefonat vetëm marrin, nuk japin. Realisht është një pyetje shumë e nevojshme e cila nëse flasim me orë të tëra nuk i kemi thënë atë çka duhet. Por është shumë e rëndësishme se në periudhën e fundit është paraqiten kjo si ti themi çrregullim ekranizëm, personi, fëmia i cili rri jashtëzakonisht para ekranit, edhe ka shumë elemente të autizmit ku shumë prind shqetësohen dhe mendon se fëmia është autik, në realitet fëmia është ekranist. Në këtë rast, në një hulumtim i cili është bërë në vitin radhazi, po për me vërejtën pjesën e vëmendjes të nxënësit, është në vitin 1996, një nxënës ka qenë i vëmendshëm 23 minuta ta dëgjojë profesorin. Në vitin 2003, ka ra në 14 minuta. Në vitin 2017, në 9 minuta, 8 deri 9 minuta, kurse në vitin 2024 ishim në një konferencë në Prishtinë, edhe bashkë këtë arsye, këtë temë e potencoi një profesor, ishte domethënë profesor i cili punon dhe vepron në Amerikë. Tash në vitin 2024 në 2 minuta. Domethënë kjo është për të shqetësuar. Kjo është për të marrë masa jashtëzakonisht, për arsye se ne e dim shumë mirë, ndoshta po bartemi nga tema në temë. Jemi brenda temës. Po, jo rastisht është paraqit në vitin mund të themi 2016 edhe nomofobia, vashmëria nga telefoni. Profesor, ju kur dilni nga shtëpia, moment që keni harru telefonin, punën e parë ka paniku dhe kthejmë shtëpi. Moment që e postoni një foto me automatizëm, hini pas çdo 5 minuta ose 10 minuta komentet e kështu me radhë. Thjesht jemi më të mvartë. Si thonë nomofobi? Nomofobia, dhe vashmëria. Këtë nomofoba që kemi bë. Po. A jemi të tre nomofoba? Kam pa një dokumentar, nuk e di e keni vrejt në Japoni, do thotë ka qenë para shumë viteve, më duket Al Jazeera e ka dhënë. Edhe kam lyp edhe në YouTube, mirë po s'unë kam gjetë.
ishte problemi në Japoni, problematika e varësisë nga lojrat në kompjuter ose në laptop apo lojrat, edhe paramendoj me ditë fëmijë nuk dilnin nga dhomat. Edhe atje i çonin special psikoterapista, psikolog, marrë polic, prindrit e lajmërojshin. Paramendoj veç ja çelke derën, besim, se tash po dal. Agresiviteti. Ja çelke derën sa më dhan ushqimin edhe më herë më çelke derën. Llogaritë çfarë gjendje me ja pa dal, pa pastër, nevojën të e krye aty do të thotë në dhomën. Paramendojnë çfarë gjendje ka ardhur, ata i mirëshin edhe kur i nxjerrshin pastaj çfarë britma, çfarë do thotë se kanë kriju varësi të madhe psikologjike. Është një person robotik. Will Davesi shumë mirë e potencon. Ne jemi po fëmijët e njëjtë vetëm me peshë më shumë. Besimi është fëmia i njëjtë vetëm mosha edhe informacionet. Ishen nuk po plakët besimi. Ose unë po më ka shfaq harresa prej se e mbaj unë mend si ki besim. Shumë është mirë në vitin 2019 ishmi në vizitë në Turqi. Domethënë kena vizituar shumë qendra, domethënë për personat me nevoja të veçanta, edhe çka më ka bën përshtypje dhe çka më ka bën të hulumtoj. Jashtëzakonisht e përdorin terapinë e lojës. Ku më herët ne kur kemi domethënë në fakultetin, magjistraturën, specializimin, fokus kryesor në Turqi i jepshin terapisë lojës. Për arsye se siç thatë edhe jo profesor, tash në periudhën e fundit ne nuk dim si të luajmë, por edhe prindrit nuk dinë se të luajnë me fëmijën. Besimi për marrë shembull, tash i bën shumë dhurata fëmijës, shumë lodra, por nuk di si të luajë. Pa ndonjë kushtëzim për të mësuar apo pa. Kohën nuk ja jep. Kohën e nevojshme nuk e merr fëmia nga prindi. Ja blen lodrën ama nuk lun me ta. Ose edhe nëse lun profesor, thot merre makinën, vendose në garazh ose vendose këtu. Në moment tash nuk është lojë, ato janë urdhra. Fëmia, një profesori im, Migjen Amzai, më thonë më mirë të them mësuesi im I jetës. E njoh Migjenin shumë mirë. Inshallah në herë do ta kemi edhe ata në mision. Ka çka folaj Migjeni. Shumë mirë potencon thot bleja një lodër, një mjet që ti të pëlqen. Nga momenti që ti lun ose punon me atë mjet, me automatizëm edhe fëmia vjen dhe e shpreh një interesim dhe një dashuri për atë mjet. Kthehemi te shoqata Vlera, nga viti 2017 ka pasur shumë zhvillime, sfida, rezultate. Cilat janë disa nga rezultatet ose historitë më të bukura që ju kanë emocionuar gjatë punës suaj? Kemi shumë histori, kemi shumë rezultate, po një po e potencoj, tek ne është gjithçka anonim. Një fëmijë I cili jeton dhe vepron domethënë familja e tij në Gjermani, është diagnostifikuar se ai fëmijë nuk flet. Kurse ne e dimi shumë mirë se ai fëmia ka vizituar edhe deri në Turqi, edhe mbas të vlerësimit të terapistëve, është pas ai fëmijë nuk flet. Po me punën tonë, domethënë gati 6 muaj, me lejen e Zotit, ndihmën e tij, fëmia ka filluar të flas. Edhe shumë herë e kemi diskutuar edhe me stafin, ajo kënaqësi edhe ajo ndjenjë nuk na harrohet asnjëherë. Se realisht unë shpesh herë e kam potencuar për çdo sukses të shoqatës të fëmijëve, unë personalisht nuk I marr mbi supe, po ja dedikoj stafit. Sigurisht bashkarisht. Nuk puna ekipore. Nuk them se secili ka kryer do të punën e suksesit të fëmijës janë nga Berat Duraku, jo asnjëherë. Merit kanë komplet ekipa e cila punon, stafi. Po nuk e ke një staf, domethënë I cili e do punën dhe punon me vullnet, suksesi nuk do të mundet të jetë as I drejtorit. Profesor, pak më herët përmendëm do thotë nevojat e veçanta dhe aftësitë e kufizuara. Për shembull, më shumë e preferojmë të themi me nevojat veçanta apo siç I thonë Shqipëria dhe me nevoja ndryshe. Për shembull, sesa me aftësi të kufizuara, sepse kjo me aftësi të kufizuara disi është si një farë thojza pejorativ, pak si më stemi ofendues, mirë po pak më I rënd si shprehje. A me nevojat veçanta mirë përmendet sepse do thotë gjithë ne kemi të një nevojë të veçantë. Po nga momenti që I thojmë aftësi të kufizuar, ne e kufizum. Ne vendosëm
mure dhe vendosëm barierë deri te ajo. Kurse në moment që i themi ne nevoje veçantë, ne e dim shumë mirë sa për informacion dishohet edhe flitet, sepse edhe Albert Einstein ka qenë Asperger. E Tesla, e shumë persona të cilët, shumë artist. Kur themi më mirë është person ndryshe apo person me nevoja të veçanta. Edhe kjo ndryshe her pas here në ban konfuz, po kur themi me nevoja të veçanta, tingëllot më but edhe në realitet, edhe unë jam i veçantë për arsye se nuk di ta përdori teknologjinë apo këta di se çka. Ju jeni i veçantë për arsye se është i veçantë për një është i veçantë në një profesion të profesor, edhe një pyetje, sepse tash më sillen shumë pyetje në kokë. A kanë, mos them diagnozë, po duhet ta formuloj më mirë pyetjen. Për shembull, a ka ndonjë shpjegim shkencor, mjekësor se nga çka vijnë për shembull këto thojza çrregullime apo vështirësi në lexim, vështirësi për shembull rastin e sindromave të ndryshme apo rastin e autizmit, disfazisë, disleksisë, shumë tjera që i përmende. A është edhe natyrës organike apo është edhe natyrës diçka tjetër? Realisht kemi çrregullime, si për shembull sindromi Down, e dim se është nga lindja, çrregullimi kromozomit. Kromozomit. Kurse te autizmi ka raste ku ende është i padefinuar dhe i pazbuluar. Kemi hipoteza, kemi dyshimet e keq ushqyerja, prindërit e stresuar, valë ultraviolete, rrezatimet, çrregullime të ndryshme, por të themi fix se kjo çrregullim shkaktohet nga kjo, te autizmi nuk, domethënë ende është i pazbuluar, por kemi edhe disa çrregullime të cilët janë gjenetike. Për fat të mirë, domethënë mos ta them për fat të mirë, po nga ditë domethënë të problemi më i vogël është se një numër i madh, mbi 75%, të cilët vinë dhe vizitojnë shoqatën Vlera, fëmijët janë me problematikë të fituar, nuk janë të lindur. Se shpeshherë bëjmë dallimin mes problematikës të lindur dhe të fituar. Ajo e lindur është pak më serioze se sa kjo e fituar. Vështirë është të menaxhohet. Realisht te pjesa e disleksisë në varet në cilën pjesë është i dëmtuar, duke marrë parasysh edhe anatominë e trurit, shumë mirë e dim ato, domethënë ajo pjesa e sinapseve, neuronave, në cilën pjesë shembull shumë mirë e dim edhe te pjesa e personave me dëmtime në dëgjim. A është i dëmtuar, domethënë veshi i jashtëm, i mesëm apo i brendshëm. A është i dëmtuar me qendra e vernikës apo e brokës. Domethënë jo rastisht puna bëhet në punë ekipore, për arsye se secili ekspert e jep mendimin, domethënë më produktiv dhe më efikas për të arritur një sukses dhe një rezultat. Për të folur për këtë temë shumë e zgjeruar, na duhen orë të tëra, pasi që kohën e kemi në limit. Çfarë mesazhi mund të përcjellni ju prindërve që janë duke kaluar sfida me fëmijët e tyre me nevoja të veçanta? Mesazhi im shpeshherë është drejtuar pranoje pa diagnozë, pranoje pa një tëmed dhe pranoje në atë formë që është. Nga momenti që ti e pranon, kape me seriozitet atë problematik, atë punë dhe trokit në persona adekuat. Mos trokit, më mirë të themi, mos trokit te Vlera, po trokit më mirë ku mendon se është personi adekuat, i duhur, arrit sa më shpejt. Mirë, po përballu. Pranoje. Jo rastisht, unë disa seminare i kemi pasën për prindërit. Domethënë te pjesa e mesazhit kërkoj falje se nga mesazhi kalova te kjo pjesë, po du ta potencoj, ka qenë njoftim, përgatitje e prindit, se ka disa çrregullime të cilët informohen nga shtatzania. Shumë është e nevojshme të përgatitet ai prind para se me ardha ai fëmijë. Po mesazhi im, domethënë i cili është dhe do jetë gjithmonë stoik, pranoje në formën që është dhe mos e shif si diagnozë, se shpeshherë disa çrregullime nuk janë sëmundje, por janë gjendje, të cilët i shoqërojnë në vazhdimsi. Nuk është një sëmundje e cila kalon me një muaj apo një vit, por është një gjendje e cila duhet ta pranosh dhe të trokitësh në personat e duhur
për ta marrë terapinë dhe trajtimin e duhur. Edhe vetëm vazhdo, mos u ndal, mos e shiko kohën, as pak mos e kurse kohën për fëmijën tënd. Unë kështu besoj se kjo duhet të jetë ajo parimore për shkakun, sepse njerëzit ndoshta dëshpëron thonë nuk ka kur gjë, Zoti ka bë kështu, ka lind kështu tillë dhe ta pranojnë. Në rregull është ajo. Mirë, po çka? Për shembull, persona me sindromën Down, ju shumë më mirë se unë e dini, mos t'ja marr fjalën, shpesh aftësohen edhe për të punuar disa drejtime profesionale, disa punë. Çka përpara, para shumë viteve i kanë konsideruar si persona me sindromën Down dhe i kanë lënë anësh. Mirë, po sot mjekësia, njerëzit, domethënë profesionet e ndryshme, edhe familjet i aftësojnë ata fëmijë për të edhe socializuar. nesër bëhet për shembull farmaciste, siç e kemi pasur rastin në Shkupa Teto ku punonte e vajza, pastaj në Kosovë kanë vrejtur në televizion e kështu me radhë. Do thotë ose në Shqipëri është. Ose në Shqipëri është një lokal i cili vizitova, është komplet stafi, janë persona me sindromin Down. Po. Ja. Unë shpesh kam bërë thirrje profesor. Nuk duhet këta persona të shifen si gjuna, në thojza. Ashtu. Por duhet të i bëjmë një zgjidhje, një mundësi edhe të përkrahen, të mbështeten. Të përkrahen, të mbështeten, se një numër i madh i këtyre personave janë të aftë për të kryer disa punë edhe në jetën e përditshme të cilat ne punojmë dhe veprojmë. E vërtet. Profesor Berat, unë për fund e di se kemi shumë çka për të prekur, për shembull, vetëm për autizmin nëse bisedohet ne të bëjmë 3-4 emisione për shembull, mirë, po ja që kohën e kemi pak të limituar, mirë, po besoj dhe shpresoj se edhe herave tjera do t'ju kemi në emision, nuk është ky emisioni i parë dhe i fundit me ju, do të zhvillojmë edhe emisione tjera të cilat janë pikërisht për nevojën e familjarëve dhe për nevojën e këtyre fëmijëve, të cilat, sepse e mira e mediumeve është se deporton atje ku nuk mund të deportojnë ndoshta vetëm se ti, po mirë, po nëpërmjet mediumit deporton të 10.000 shtëpi ose 50.000 veta. Për shembull te shoqata Vlera mund deportosh të 10 veta brenda ditës. A këtu për shembull për momentin ke deportu gati të 10.000 20.000 veta. Kjo është e mira e mediumit. Një bashkëpunim jemi të hapur. Faleminderit shumë që prezantuat, që ishit prezent. Unë besoj se edhe herët tjera do të takohemi. Faleminderit. Unë gjithmonë jam i gatshëm të vinë dhe të bëjmë siç tha edhe profesori atë pjesën informuese të gjithë personat të cilët kanë nevojë. Faleminderit, kënaqësia është ime. Faleminderit. Ne vazhdojmë miq të nderuar me programin ton. Patëm mysafir pra zotëri Berat Durakun, profesor është defektolog magjistër specializuar për defektologji apo vështirësive në mësim, këshillues në art terapi dhe psikoterapi pozitive dhe mbi gjitha është themeluesi dhe drejtori i shoqatës për edukim special Vlera në Kumanov Likov. Gjithnjë për valet e Radio Johanës dhe në vime dëgjoni. Do të shpëtoj pak faqet të transmetimit interesante. Çdo çast që jetoni me ju Radio Jehona 97.6 MHz.